Telefonin e saj e hodha dhe trupin e fshehën në një zbardhet dëshmia e vrasësit të 22 vjeçares shqiptare. 23 vjeçari i Filipinas Mark Samson, i cili masakroi me thik 22 vjeçaren shqiptare Ilaria Sula, ka pranuar autorsinë e krimit të rënd përpara hetuesve. Në dëshminë e tij, ai ka deklaruar se pas vrasjes e ka hedhur telefonin e viktimës në një puset dhe ka fshehur trupin e saj në një valixhe. Trupi pa jetë i Ilarias u gjet këtë të mërkur në një zonë të pylluzuar në Poli, 30 kilometër larg Romës. Valixha që përmbante trupin e viktimës u gjet në fund të një gremine pas udhëzimeve të dhëna nga Samson. Hetimet zbuluan se Samson, student arkitekture dhe punonjës i McDonald's, përdori telefonin e Ilarias për të postuar në rrjetet sociale duke krijuar iluzionin se ajo ishte ende gjallë pas zhdukjes së saj. Tabulate telefonike e vendosën atë në qendër të hetimeve që solli edhe zbulimin e krimit të rënd. Ndërkohë, ka reaguar edhe vëllai i viktimës, Leoni, i cili ka deklaruar se hera e fundit që kishte parë motrën e tij ishte më datë 23 mars, 2 ditë përpara se të zhdukej. Ai ka thënë se nuk kishte pasur asnjë informacion për ndonjë mosmarrveshje mes motrës dhe të dashurit të saj. E pash motrën time dhe ajo ishte e qetë. Nuk isha i sigurt nëse ajo i kishte shkruar mesazhet që kam marrë pas asaj dite, tha Leoni. Sipas të vëllait, lidhja e motrës me Samsonin ishte një marrëdhënie që zgjati rreth një viti, por kishte përfunduar. Pyesim veten, pse ai e bëri këtë? Vetëm ai mund ta di, shprehet ai.